Poezia është hobi? Poezia është hobi, po. Une gjithmonë e citoj Rudina Gjungën, dhe më thonë heqa dorë së bëri shkrimtare në kohë të plot, kur e kuptova që nuk ta fitoj kur Nobelin për letërsi. Unë qëndroj prapa kësaj, sepse fatkeqësisht kudo në botë, artistët pak ja dalin të jetojnë nga puna e tyre, kjo që donë kum studiu që ta kem një punë, dhe më faktikisht mirë me disa gjana për njëherë, në kohën e lirë shkruaj, në kohën e lirë ndjek festivale poetike, ndjek edhe festivale të tjera kulturore, më pëlqen të shkoj në koncertet muzikës klasike, më pëlqen të mirëm nga pak me vallëzim, fakt në të kaluara, sepse tani nuk kam kohë, por në të kaluara një marrë me gjitha llojet e vallëzimit, vallëzim popullor si fëmijë, vallëzim modern, pastaj në Itali me vallëzim oriental, pastaj kur erdha... Në Itali me vallëzim oriental. Po, kam bë kurs 2 vite. E kurse në Kosovë me vallëzim modern. Bukur i ke kombinu. Po vallëzimi oriental në Europë është shumë i popularizuar, për faktin që është një vallëzim që të ndihmon edhe për mirëqenie, edhe për mirëmbajtje të trupit, për mirëmbajtje të energjisë, që ka shumë vajza e gra që faktikisht e praktikojnë si hobi ashtu si që ndjekin kurse. Ndërsa në Kosovë një kohë jo marrë me vallëzime latino, por tani fatkeqësisht po kam kohë më për kurse se po kam angazhime shumë, por gjithsesi shkoj nga njëherë në përndarje.